betejë nominale, unë kam një betejë parimesh dhe kam folur dhe diskutuar për parime. Dhe si që u thash edhe pak më përpara, kam diskutuar se si të vendosen disa rregulla dhe një sistem për promovimin e karrierës në Partinë Demokratike, për ndryshimin e gjuhës politike, për rikthimin e meritokracisë dhe kështu me radhë. Pra nuk kam një betejë nominale dhe do të kem një dokument pas takimeve ku do të propozoj të gjithë qëndrimet tona dhe të demokratëve në raport me çfarë duhet të përmirësojmë Partinë Demokratike. Pse kërkove dorën që në Flamunokës? Unë jam në këtë fazë. Unë kam kërkuar këtë gjë që të mbahet përgjegjësi për turpin, po e quaj kështu, të gabimit strategjik të Partisë Demokratike, që nuk vendos strategjikisht dhe këtu drejtuesit ta gjejnë vetë se kush e ka përgjegjësinë, që nuk dalin me një kandidat, po japin mundësi Edi Ramës dhe japin mundësi publikut që të duket sikur ka një po themi pazar për zgjedhjen e avokatit popullit. Ndërkohë që për t'ju përgjigjur edhe një pyetje që besoj ju e keni siç e ka publiku, personalisht unë nuk kam pasur unë jam mësuar me dëshmitar të rrem, unë nuk kam pasur asnjë dorë, unë nuk jam deputet, unë nuk kam mundësi që të firmos dhe ka qenë gabim strategjik i Partisë Demokratike për zgjedhja e më shumë se një emri. Këtë kam kërkuar, ashtu siç është gabim i pafalshëm që Partia Demokratike pasi ka thënë që do të mbështesim kandidaturë zyrtare, po themi Besim Ndrexhonin, që duhet vlerësuar për shkak se vjen nga shtresat për ndjekurve politik, apo Adriana Kalan, apo Skënderin, apo cilin do, po, apo edhe Tartarin, të jap firmat për thuajse 15 kandidat. Kështu që ky ka qenë qëndrimi im, gabimi dhe paqartësia strategjike. Pra paqartësia strategjike nuk ka emër. Pastaj çka kam diskutuar në mbledhje, i mbeten mbledhjes. Paqartësia strategjike e Partisë Demokratike është e qartë. Dhe nëse doni po ju them edhe diçka tjetër, që nuk ka të bëjë fare pastaj për ta qartësuar që nuk ka të bëjë me mua, janë votuar para 2 javësh disa emra në mënyrë konsensuale nga Partia Demokratike. Çka tregon që kanë pasur biseda apo negociat drejtues Partisë Demokratike me Partinë Socialiste. Shikoni emrat e drejtuesve të institucioneve që janë zgjedhur përpara dhe kuptoni që këtu nuk ka të bëjë fare dhe nuk ka të bëjë fare, po të them, po fare unë jo, po duhet gjetur përgjegjësia aty ku është. Tani përgjegjësia dhe ju s'flisni me emra, ju thoni nuk e kam direkt me Flamunokën, por e kam në përgjegjësi. Për Sali Berishën nuk e thoni, tani nuk ka një problem këtu? Kur të vit diskutimi për të folur, se po të flas për emra, zhvendoset gjithë fokusi nga debati parimor. Unë tani po flas për parimet dhe jemi tek parimet. Nuk më fut dot askush, as ata që i shërbejnë Edi Ramës duke mbajtur në status quo Partinë Demokratike, po duke tentuar të mbajnë në status quo, që të mfusin në çështje e emrash. Do vi momenti që unë të diskutoj dhe të flas hapur për të gjitha, po flas hapur dhe tani po flas për parimet dhe duhet ta mbaj tek parimet. Partia Demokratike nuk duhet të jepte asnjë firmë me Endre Shabanit për shkak se kishte kandidatura të shkëlqyera vet. Kushdo që i ka urdhëruar dhe ju e keni parë se kanë dalë deputet dhe kanë thënë që kemi pasur nga shoku në fjalë këtë, po themi, orientimin për të votuar Endre Shabanin të dalë dhe të mbajë përgjegjësi. Kaq. Zoti Saliani, ka qenë e rëndësishme për ju që u bashkuar disa figura të rëndësishme si zoti Ilir Ali Mehmeti apo Aulon Kalaja. A ka figura tjera intelektuale që ju mbështesin, domethënë jo vetëm ato partjake kanë fjalën? Pafund dhe do të shihni. Po jo, na thunë emër tani pafund. Ti aty dole pa emër, në përgjegjësia pa emër, kjo pa emër, ore, ka emër kjo lëvizje? Në takime, sepse po lëvizja ka një emër. Ta bëjmë Partinë Demokratike fituese. Shumë i gjatë. Kemi shpresë për ndryshim. Kaq, Partia Demokratike fituese. Ju jeni duke thënë që ka mbështetje nga intelektual dhe nuk ka ndalë akoma me emër? Unë jam duke thënë që do të shihni takimet që kanë për qenë të jashtëzakonshme dhe që kanë mbështetje të jashtëzakonshme për të përmirësuar Partinë Demokratike dhe që dhe Durrës dhe Gjiro Kastro, okej. Dhe ishte më e madhe se sa ajo që ishte pritshmëria. Po figura. Nuk më takon mua që të them emra, emrat do të shihni në momentin që do të bashkohen për takime. A keni mbështetje ju nga grupi parlamentar, zoti Saliani? Unë nuk kam kërkuar mbështetje nga asnjë strukturë, kam kërkuar mbështetje nga demokratët. Grupi parlamentar, për shkak se ka përfaqësimin e vet dhe ka zërin e vet, është vetë përfaqësues, unë nuk mund të jem përfaqësues i përfaqësuesve. Ata janë në grup parlamentar dhe janë kolegë të nderuar që mbajnë, po themi, përgjegjësitë e veta. Unë po bëhem përfaqësues i shqetësimit të demokratëve për këtë situatë, ashtu siç një pjesë e madhe e deputetëve janë.
Zoti Saliani, në prill mbahen zgjedhjet për drejtuesin e ri të Partisë Demokratike, ose zoti Berisha sigurisht do jetë kandidat sepse ai ka thënë që nuk largohet, dhe mund të ketë dhe kandidatë të tjerë. E para, duhet që zoti Berisha të kandidojë sërish për kryetar të Partisë Demokratike? Ky është momenti për diskutuar për parimet, dhe unë po diskutoj për parime. Po për parim po them dhe unë. Unë nuk ky në asnjë emër. Pasi të diskutoj me demokratët dhe të flas, do t'ju jap përgjigje të plota për të gjitha, po themi, shqetësimet e dilemat që keni. Jo, e kam fjalën për parim. Në statut është shkruar që kryetari që u mbet zgjedhjet ikën. Në momentin që do të kem përfunduar takimet dhe do të dëgjoj demokratët, do të kem qëndrime të plota për të gjitha çështjet. Tani po çfarë bëjmë me këtë intervistë që thua ti që kur të vim prilli? Intervistën nuk e kërkova unë, ju e kërkuat dhe unë po ju përgjigjem këtë, kam të përgjigje. Jo, po ju me zor nuk u ka marrë intervistë, me dëshirë ke dhënë po jep intervistë. Patjetër, po përgjigjet e mia janë këto. Ju mund të gjykoni si të doni. Jo, më këpusin shpirtin këto, zoti Saliani. Ti ky s'ka emër, ky në prill do flas atëherë, si do fitoni ju kështu me kur keni përballë Sali Berishën? Nuk ka asnjë problem, ne do fitojmë duke bërë Partinë Demokratike parti fituese, ashtu siç e kërkojnë demokratët. Po ju vetë do garoni për kryetarin e Partisë Demokratike apo edhe këtë në prill do ta thoni? Ky nuk është momenti për shfaqur ambicie, unë po ta them, ky është një moment për të dëgjuar demokratët dhe për t'u thënë ato parime që unë ju thash, që mendoj që do luftojmë për t'i arritur. Ky nuk është momenti për shfaqur ambicie. Unë mendoj që gjithë secili duhet i tërhequr nga ambicet për të arritur në një përmirësim të Partisë Demokratike dhe në bashkimin e Partisë Demokratike dhe në pas në hapjen e Partisë Demokratike. Në datën 22 do mbahet protesta e madhe, paktën ka lajmëruar zoti Berisha në konferencë për shtyp sot. Ju thati gjë të saktë, se nuk i thatë tëra gabim, jo, keni thënë dhe gjëra të saktë.